Pse rikthehet opozita pas 35 vitesh në blok, të cilin duhet ta rrëzonte dhe ta shemte, ta zhbënte edhe si koncept, po dhe si në 91-shin, 92-shin. Pse se bën atëre? Po rikthehet në 2026-ën duke krijuar, le të themi, një akt inversionist për të krijuar një mesazh politik të pakuptim të panevojshëm. Dhe ky vend dhe kjo shoqëri nuk ka kohë të rikthehet tek përplasja midis nostalgjikëve dhe të drejtëve në raport me atë histori të shkuar, e kam fjalën. E drejta e asaj historie që nuk rivendikohet për arsye të kësaj klase politike është hipokrizi. Dhe sa herë i rikthejnë në skenën e aktualitetit politik, e bëjnë në mënyrë hipokrite. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për njërën palë, por për të dy palët të cilat ekzistojnë në këto raporte me njëra tjetrën fal njëra tjetrës. Mendoj që mungojnë aktorët e tjerë të shoqërisë që duhet arrisnin presionin, përfshi edhe mediumet tona.